33 persona përfundojnë në spital nga stuhia e mbrëmshme. Dëmtohen 145 automjete, rrëzohen 46 qati. Drejtoria për punë hidrometeorologjike e klasifikon si uragan stuhinë e mbrëmshme. Uji në Gosivar ka qenë ndotur që nga 25 qershori. LSDM kërkon përgjegjësi nga Ministri i Shëndetësisë. Ambasadori i Bashkimit Evropian Mihalis Rokas tha se sundimi i ligjit është kusht kyç për integrim evropian. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi në lajmet e orës 15:55. 33 pacient përfunduan në spitalet e Shkupit pas lëndimeve të shkaktuara nga stuhia disa minutëshe që goditi vendin. Shumica pësuan lëndime të lehta, ndërsa disa u shtruan për trajtim për shkak të frakturave. Stuhia shkaktoi edhe dëme në disa objekte shëndetësore, përfshirë qendrën klinike Nën Tereza, spitalin psikiatrik në Bardovsk dhe spitalin në klinik në Shtip. Autoritetet njoftuan se dëmet po evidentohen dhe se do të sanohen, ndërsa qeveria premtoi kompensim për dëmet në përputhje me ligjin. Pas stuhisë fuqishme që goditi vendin një ditë më parë, 10 qytetarë kanë kërkuar ndihmë mjekësore, ndërsa janë regjistruar edhe dëme materiale në disa institucione shëndetësore. Drejtori i klinikës Shën Naumi Ohrit, Nebojsha Nastov, informoi se gjithsej 22 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore në klinikën universitare për sëmundje kirurgjikale, ku 2 prej tyre janë shtruar për trajtim spitalor. Ndërkohë, në klinikën universitare për traumatologji, ortopedi, anestezi, reanimacion, mjekim intenziv dhe qendrën urgjente janë trajtuar edhe 11 persona, prej të cilëve 3 kanë pësuar fraktura më të rënda. Drejtori bëri të ditur se pjesa më e madhe e pacientëve kanë marrë trajtim për lëndime të lehta dhe janë liruar për mjekim në shtëpi. Një pacient ju nënshtrua ndërhyrjes kirurgjikale gjatë natës për shkak të një frakture në dorë. Gjithashtu kemi pasur një shtetas të huaj turist, i cili u lëndua nga rrëzimi një peme dhe pësoi lëndime. Gjendja e tij nuk kërkonte operacion, por vetëm trajtim dhe konsultim mjekësor. Ndërkaq, Ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski foli për dëmët e shkaktuara nga stuhia në institucionet shëndetësore. Ai theksoi se po monitoron të gjitha dëmat dhe pas vlerësimit të dëmeve nga kompanitë e sigurimeve do të fillohet me rekonstruksionin e tyre. Ka pemë të rrëzuara edhe në qendrën klinike Nën Tereza, por nuk ka të lënduar. Edhe në spitalin psikiatrik në Bardovsk nuk ka të lënduar. Atje pati edhe një ndërprerje disa orëshe të energjisë elektrike, e cila tashmë është eliminuar. Ka dëme të konsiderueshme edhe në konstruksionin e qatisë së spitalit klinik në Shtip. E për të gjitha këto dëme që janë shkaktuar nga stuhia e djeshme, kryeministri Christian Miskovski premton se të gjitha dëmet do të vlerësohen, ndërsa kompensimi do të bëhet në përputhje me ligjin dhe praktikën e mëparshme nga institucionet kompetente. Kjo qeveri kur nuk i ka lënë qytetarët të përballen vetë, falenderoi institucionet dhe kryetarët e komunave, të cilët gjatë mbrëmjes dhe më njëherë pas stuhisë epike që goditi Shkupin dje, dolën në teren dhe sanonin dëmet së bashku me institucionet në kompetencën e tyre. Ata do të vazhdojnë të bëjnë këtë edhe sot, sepse kjo ishte një stuhi epike. Me të vërtetë, përgatitja dhe motivimi i tyre ishin të mëdha. Dëmi do të vlerësohet dhe në përputhje me ligjin, përvojën e kaluar dhe praktikën do të rimbursohet plotësisht nga institucionet kompetente. Autoritetet vijojnë të evidentojnë dëmët e shkaktuara nga stuhia, ndërsa qeveria garanton se do të angazhojë të gjitha mekanizmat për sanimin e pasojave dhe mbështetjen e zonave të prekura, njësoj siç e theksojnë si në çdo rast tjetër të fatkeqësive natyrore.
Stuhja që zgjati vetëm disa minuta ka lënë pas dëme të mëdha në disa rajone të Maqedonisë së Veriut. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme janë dëmtuar gjithsej 145 automjete, 46 qati, janë rrëzuar rreth 200 pemë dhe 7 semafor. Përveç kësaj janë dëmtuar disa objekte shtetërore dhe infrastruktura publike, ndërsa në disa zona janë rrëzuar shtylla elektrike dhe është ndërprer furnizimi me energji elektrike. Shkupi ishte rajoni më i goditur nga stuhia. Vetëm pak minuta stuhi ishin të mjaftueshme që rrugët në Maqedoninë e Veriut të mbushen me degë të thyera, pemë të rrëzuara dhe dëme të shumta materiale. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, janë raportuar 145 automjete të dëmtuara, 46 qati të dëmtuara, 189 pemë të rrëzuara, 7 semafor të dëmtuar, 10 të lënduar, shtylla elektrike të rrëzuara në fshatrat Dobroshnici dhe Gradoshorici, si dhe ndërprerje të furnizimit me energji elektrike në fshatin Svidovic. Pasojat e motit të lig janë ndjerë në disa rajone, veçanërisht në Shkup, Kumanov, Tetov, Velez, Strumic, Makedonski Brod dhe Shtip. Ndërsa nga MPB po ashtu theksuan se stuhia shkaktoi dëme edhe në disa institucione shtetërore dhe objekte me rëndësi jetike. Stuhia shkaktoi dëme edhe në disa institucione shtetërore dhe objekte me rëndësi jetike, duke përfshirë objektet e prokurorisë themelore publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, kompleksin Vila Vodno, bazën policore të aeroportit Petrovec, ndërtesën Nova Makedonia, si dhe në objektet e Ministrisë së Financave, Ministrisë së Bujqësisë dhe Prokurorisë Publike. Pasojat më të mëdha u regjistruan në zonën e sektorit për punët të brendshme Shkup, ku deri në orën 22 u regjistruan 117 automjete pasagjerësh të dëmtuara, 35 qati të dëmtuara, 189 pemë të rrëzuara dhe 7 semafor të rrëzuar. Në zonën e SPB-s të Kumanovës u raportuan 9 automjete të dëmtuara dhe 3 qati të dëmtuara. Në zonën e SPB-s së Tetovës janë regjistruar 5 ngjarje, nga të cilat 3 ishin dëmtime të automjeteve të pasagjerëve dhe 2 ishin dëmtime të qative. Ndërkaq, në zonën e SPB-s së Velesit janë raportuar 2 raste të dëmtimit të automjeteve të pasagjerëve të shkaktuara nga pemët e rrëzuara. Në zonën e SPB-s së Strumicës janë raportuar shtylla elektrike të rrëzuara në fshatrat Dobroshnici dhe Gradoshorici, si dhe ndërprerje të furnizimit me energji elektrike në fshatin Svidovic. Në zonën e SPB-s së Manastirit nuk janë regjistruar pasoja të rëndësishme. Në zonën e SPB-s së Shtipit janë regjistruar 14 raste të dëmtimit të automjeteve të pasagjerëve dhe 6 raste të dëmtimit të konstruksioneve të qative. Po ashtu, nga MPB thonë se dëme ka pasur edhe brenda qendrës rajonale për çështje kufitare veri. Stuhja e fuqishme që goditi vendin ka shkaktuar dëme materiale në disa prona të qytetarëve. Ndër familjet e prekura është edhe familja Rakipi, ku janë dëmtuar garazhi dhe hapësirat për rreth banesës nga pemët e rrëzuara. Bajram Rakipi thotë se situata ka paraqitur rrezik për familjen e tij dhe kërkon nga komuna të ndërhyrë për largimin e drunjve të dëmtuar, pasi frika për dëme të reja vazhdon. Ai thekson se ka njoftuar institucionet, por deri tani nuk kanë marrë zgjidhje konkrete. Era e fuqishme që goditi mbrëm vendin la pas vetes dëme të dukshme materiale. Motit të rrëmbyeshëm nuk i rezistuan as objektet as pronat e qytetarëve, të cilët sot po përballen me pasojat e një stuhie të fuqishme që goditi vendin. Në mesin e familjeve të prekura është edhe familja Rakipi, ku stuhia ka shkaktuar dëme në pronën e tyre. Për ta, nata e kaluar ishte një moment frike dhe pasigurie, ndërsa sot përballen me pasojat e motit ekstrem. Qytetari Bajram Rakipi thotë se stuhia ka paraqitur rrezik të madh për familjen e tij, veçanërisht për shkak të dëmtimit të garazhit dhe pemëve të rrëzuara pranë banesës, nga ku ai thekson se kjo nuk është hera e parë që përballen me një situatë të tillë, pasi edhe më herët një pemë ishte rrëzuar duke i shkaktuar dëme në balkonin e banesës së tij. Ai kërkon nga komuna që të intervenojnë dhe të largojnë drunjt, pasi sipas tij ekziston rreziku për dëme edhe më të mëdha në rast të rreshjeve të reja. Rreziki ka shumë i madh. Po s'kina pas ka banesa, rrezikin i ka punë se ka garazha është e jemja, u ka dëmtu. Mundet më konë edhe më i madh rreziki, që Allah mos e bëj që o të pritë të thonë që do të bëhet. Kina lajmëruar në komunë,
Kur gjë, as një farë Çfarë prisni prej komunës? Për komunës prisnë të i hekin këta dru se mundë do një donë matë botë. Nuk o kjo e para, që e dyta, asni s'ka për komune kur gjë kësë nësë nahë. Rakipi thot se për dëmet kanë njoftuar institucionet, por deri tani nuk kanë marrë ndonjë zgjidhje konkrete. Ai thekson se fatmirësisht nuk ka pasur persona të lënduar, por shqetësimi për sigurinë vazhdon. Por gjigje do t'i premi, do t'i asitni, që njën të ndreq rrugën age me beton të hecin, me drita si qka duhet ajo kur rezikin e kinat malë. Kështu si jetohet këtu. Po kanë ardhur të shohin gjendjen. Kanë ardhur, e kanë pa, shti frik ishte konë. Kur gjalla, asë një fjallë këshillimet do të bëhet, do të prenë. Në rizik të madh jena, ma kush do të marrë përgjegjësi se di ala. Okej, po dëme në shtëpi keni? Në shtëpi njeri jo, elektrik kina pas, kena pasë më shtikine, interneti u ka prish, edhe aty u lemrum, po do të bimi, ka shumë punë se diçka. Çka do të bëhet? Po ndonjë lëndum tjetër? Jo, lëndum s'kina, elhamdulillah, jam që e kryesorë e mirë, që jam këta që janë rizik janë. A kush do të marrë përgjegjësi ala na? Atë se dim, veç komuna duhet atë. Tutje, a i thot se ende ndihen të rrezikuar, pasi pemët e dëmtuara pranë shtëpisë mund të shkaktojnë pasoja të tjera, veçanërisht në rast të rreshjeve të reja. A i apelon që institucionet të reagojnë sa më shpejt dhe të largojnë rrezikun para se situata të përkeqësohet. Drejtoria për punë hidrometeorologjike e klasifikon si uragan stuhinë e mbrëmshme. Erët arritën shpejtësi deri në 134 km/h. Moti stabil do të vazhdoj edhe në ditën në vijim, por me intensitet më të ulët. Të premten do të ketë temperaturat të ulta, të cilat do të lëvizin nga 19 deri në 25 gradë Celsius. Drejtoria për punë hidrometeorologjike e klasifikon si uragan stuhinë e mbrëmshme sepse ishte erë fort që ndodh shumë rrallë në këtë territor dhe sipas tyre shkakton shkatërime të rënda dhe dëme të konsiderueshme në një shkallë më të gjerë. Meteorologja Juliana Fidanoska Mishkoska theksoi se moti jo stabil parashihet të vazhdoj edhe sot, por jo me intensitetin e ditës së djeshme. Sot, gjatë orëve të pasdites, në zonat malore do të ketë paraqitje lokale të paqëndrueshmërisë, por jo me intensitet kaq të madh. Priten rreshje të shkurtra shiu, shtrëngata dhe erë fort. Temperaturat maksimale sot do të lëvizin nga 26 deri në 33 gradë Celsius. Mishkoska theksoi se gjatë ditës së nesërme moti pritet të jetë i qëndrueshëm, por sipas saj, në orët e mbrëmjes vendi do të ndikohet nga një valë e lagësht. Ndërkohë, ajo njoftoi se të premten do të ketë temperatura ditore vërtet të ulëta për këtë periudhë të vitit, të cilat do të lëvizin nga 19 deri në 25 gradë Celsius. Gjatë fundjavës moti do të stabilizohet sërish, ndërsa temperaturat e mëngjesit do të jenë të ulta. Të shtunën dhe të dielën temperaturat minimale parashikohen të jenë nga 6 deri në 16 gradë Celsius. Vlera këto nën mesataren për këtë periudhë të vitit. Mishkoska theksoi se deri në fund të muajit korrik, duke filluar nga e hëna, pritet vetëm paqëndrueshmëri lokale, ndërsa më pas moti pritet të jetë i qëndrueshëm me intensitet shumë më të dobët. Ajo gjithashtu sqaroi se gjatë ditës së djeshme erërat e forta kanë arritur shpejtësi deri në 130 km/h në rajonin e Shkupit, ndërsa në rajonin e Shtipit deri në 134 km/h. Hetimet për ndotjen e ujit të Gostivarit kanë zbuluar se problemi ka ekzistuar që nga 25 qershori. LSDM kërkon përgjegjësi dhe dorëheqje nga Ministri i Shëndetësisë dhe drejtorët e Institutit Publik dhe Agjencisë së Ushqimit, sepse siç thonë kanë fshehur faktet dhe nuk e kanë parandaluar helmimin. Ndërkaq, Ministri i Shëndetësisë pret rezultatet e plota të analizave për të dhënë një qëndrim përfundimtar. Kryeministri Kristian Mishkoski tha se institucionet kanë ndërhyrë me kohë dhe se personat përgjegjës do të përballen me ligjin. Se uji në Gostivar ka qenë ndotur që nga data 25 qershore vërtetoi edhe Prokuroria Themelore Publike, por edhe se rezultatet e Qendrës së Shëndetit Publik më datë 29 dhe 30 qershor, se uji atje është i sigurt për pije, konfirmoi drejtori i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë. Megjithatë, Ministri i Shëndetësisë nuk është i sigurt se ka përgjegjësi Qendra e Shëndetit Publik, prandaj do t'i pret rezultatet e tyre zyrtare për të dhënë koment mbi këtë konstatim.
Unë nuk jam i sigurt se Qendra e Shëndetit Publik ka dhënë një njoftim të tillë. Unë i pres të gjitha mostrat e marra këtë vit do të dorëzohen në Ministrinë e Shëndetësisë. Është bërë kërkesë zyrtare te Qendra e Shëndetit Publik për t'i dorëzuar gjitha mostrat me lokacione ku janë marrë. Sa të kontrollohen këto informacione do të mund të komentoj, pra gjithçka varet dhe kur janë marrë mostrat. Ndërkohë, Klekovski theksoi se trendi i epidemisë është qetësuar, nga 290 pacientë që kanë kërkuar ndihmë mjekësore dje, sot janë paraqitur 190 pacientë. Prandaj, siç u shpreh, pasi gjendja shëndetësore është nën kontroll, tani fokusi është e vendosja e ujësjellësit të Gosivarit në përdorim. Kryeministri Kristian Miskovski u lavdërua se institucionet si asnjëherë deri tani kanë reaguar në kohë shumë të shpejtë. Është e rëndësishme që tani pas letargjisë që e kishte komuna, institucionet shtetërore të sigurojnë ujë teknik dhe më pas të sigurojnë edhe ujë për pije. Me pjesën tjetër po merret prokuroria. Të gjitha ata që janë përgjegjës duhet të merren në pyetje dhe normalisht të merren masa ndaj të njëjtëve dhe tashmë 3 persona janë identifikuar. Kurse LSDM-ja opozitare kërkon përgjegjësi dhe dorëheqje të ministrit të shëndetësisë, drejtorëve të Institutit të Shëndetit Publik dhe të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, sepse, siç thonë, e kanë fshehur dhe nuk e kanë parandaluar helmimin e qytetarëve në Gostivar. Ndotja e ujit ka filluar nga data 25 qershor. Rastet e para, pacientët e parë kanë qenë më 13 korrik, që atëherë nga 200 qytetarë në ditë lajmëroheshin në mjek. Përse kur numri i pacientëve ka filluar të rritet ndjeshëm, askush nuk e ka hetuar shkakun. Rekomandimet e para të detajuara të autoriteteve shëndetësore janë dhënë më 18 korrik nga Instituti i Shëndetit Publik, pra 5 ditë më vonë. Për epideminë në Gostivar janë arrestuar 3 persona dhe ndaj tyre është caktuar parapurgim prej 30 ditësh. Ndërkohë uji nga ujësjellësi i Gostivarit vazhdon të mbetet i ndaluar për çfarëdo lloji përdorimi. Ambasadori i Bashkimit Evropian në vend, Mihalis Rokas, tha se sundimi i ligjit është kusht kyç për integrimin e suksesshëm evropian. Ndërkaq, zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për çështje europiane Bekim Sali tha se Maqedonia e Veriut vazhdon të jetë ndër vendet më të suksesshme në zbatimin e agjendës së reformave. Ndërsa deputetja e BDI-s Arbana Pasholli tha se procesi eurointegrues nuk zhbllokohet me deklarata, por me vendime politike. Ambasadori i Bashkimit Evropian në vend, Mihalis Rokas, ka deklaruar se BE-ja mbetet plotësisht e përkushtuar ndaj perspektivës europiane të Maqedonisë së Veriut dhe se nuk ka asnjë dyshim që vendi shihet si një antar i arshëm i Unionit. Megjithatë, në seancën e Këshillit Kombëtar për Integrime Europiane, kushtuar aspekteve kryesore të procesit të integrimit europian, Rokas tha se sundimi i ligjit është kusht të kyçe për integrimin e suksesshëm europian. Mund të them pa asnjë hezitim se vendi ka treguar se ka kapacitet për të zbatuar reforma. Dua të përshëndes punën e bërë në Kuvend, veçanërisht në miratimin e ligjeve. Natyrisht, me mbështetjen e delegacionit të Bashkimit Evropian, besojmë se mund t'ju përgatisim me sukses për antarësimin në BE. Parakusht për hapjen e kapitujve negocues është përmbushja e kritereve të rrepta, veçanërisht në fushën e sundimit të ligjit dhe zbatimi i tyre i plot. Këto janë procedura standarde që vlen për të gjitha vendet kandidate. Ndërkaq, zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për çështje europiane, Bekim Sali, i cili po ashtu mori pjesë në këtë seancë, theksoi se antarësimi në Bashkimin Evropian mbetet prioriteti më i lartë strategjik i vendit dhe se reformat në sundimin e ligjit duhet të shoqërohen me rezultate konkrete dhe të matshme. Ai nënvizoi se Maqedonia e Veriut vazhdon të jetë ndër vendet më të suksesshme në zbatimin e agjendës së reformave, duke rikujtuar se deri më tani janë siguruar 142.1 milion euro nga plani i rritjes, ndërsa së fundmi është dorëzuar edhe kërkesa e katërt për financim me 22 hapa reformues të realizuar. Raporti i Komisionit Evropian për sundimin e ligjit në vitin 2026 është tregues i rëndësishëm i përparimit tonë në klasterin 1, vlerat themelore. Ministria për çështje evropiane koordinon përgatitjen e kontributit nacional dhe siguron komunikimin e plot dhe faktografik me Komisionin Evropian. Mesazhi i raportit është i qartë, janë ndërmarrë hapa ligjor dhe institucional, por ligjet duhet të shoqërohen me zbatim konsekuent dhe rezultate konkrete.
Për atë pranishmeve, foli edhe Arbana Pasholli, deputete e partisë opozitare BDI, e cila tha se avancimi këtij procesi kërkon përgjegjësi institucionale, dialogët të sinqertë dhe vendime që shërbejnë interesit strategjik të shtetit. Ajo kritikoi drejtuesit e shtetit, duke thënë se me deklaratat e tyre po krijonte qytetarët të një ndjenjë pesimizmi dhe bindjen se vendi nuk mund të antarësohet në Bashkimin Evropian. Kur përfaqësuesit e qeverisë që mbajnë përgjegjësinë për procesin e eurointegrimeve, flasin me pesimizëm ose krijojnë përshtypjen se procesi është i pamundur, ata nuk dëmtojnë vetëm perceptimin e qytetarëve, por dobësojnë edhe pozitën negociuese të vetë shtetit. Bartësit e këtij procesi duhet të jenë zëri më i fortë i perspektivës evropiane, jo zëri që ushqen rezervë, rezistencë apo relativizim. Pasholli deklaroi se procesi eurointegrues nuk zhbllokohet me deklarata, por me vendime politike. Fronti Evropian, si tha deputetja, mbetet i përkushtuar për të mbështetur çdo hap që afron vendin drejt Bashkimit Evropian, me bindjen se perspektiva europiane është në interes të gjithë qytetarëve. Kryeministri Kristian Mickoski theksoi se qeveria vazhdon zbatimin e agjendës reformuese dhe se pjesa më e madhe e zgjidhjeve ligjore tashmë janë realizuar. Sa i përket kodit zgjedhor, Mickoski përsëriti se qeveria është e gatshme të mbështesë çdo zgjidhje për të cilin do të pajtohet opozita, përfshirë edhe çështjen e pjesëmarrjes së diasporës. Kryeministri Kristian Mickoski ka njoftuar se në mëngjes ka zhvilluar bisedë online me drejtorin e drejtorisë për fqinjësi dhe zgjerim në Komisionin Evropian, Gert-Jan Koopman, ku kanë diskutuar për ligjet reformuese dhe detyrimet që shteti duhet i përmbush deri në dhjetor të këtij viti në kuadër të procesit të eurointegrimeve. Mickoski theksoi se qeveria vazhdon zbatimin e agjendës reformuese dhe se pjesa më e madhe e zgjidhjeve ligjore tashmë janë realizuar. Predvideniut rokut dekembrit do varet. Nga ligjet që ishin në të ashtu quajturën grace periull, ka mbetur vetëm kodi zgjedhor. Gjithçka tjetër është përfunduar, ndërsa nga ligjet që janë në procedurë të rregullt, shumica tashmë janë miratuar. Sot, përmes një lidhje online, biseduam me zotri Koopman për hapat reformues që duhet të realizohen deri në dhjetor. Ne vazhdojmë me të njëjtën intensitet të përmbushim detyrat tona. Ai shtoi se nga përfaqësuesit e Komisionit Evropian kanë marrë vlerësime pozitive për progresin e deritanishëm. Sa i përket kodit zgjedhor, Mickoski përsëriti se qeveria është e gatshme të mbështesë çdo zgjidhje për të cilën do të pajtohet opozita, përfshirë edhe çështjen e pjesëmarrjes së diasporës. Po to vekë ne zavisjon asnjëri kofme. Kjo tashmë nuk varet nga ne. Kërkuam që partitë opozitare të ulen, të dakordohen për tekstin e kodit zgjedhor, të përfshin diasporën dhe të dalin me një propozim të përbashkët. Ne do ta mbështesim pa asnjë rezervë atë për të cilën ata bien dakord mes vete. Ai u bëri thirrje partive opozitare, duke përfshirë LSDM-n, Levicën dhe BDI-n, që të tregojnë pjekuri politike dhe përgjegjësi, duke vlerësuar se është e domosdoshme të arrihet një marrëveshje për kodin e ri zgjedhor. Kujtojmë se afati i fundit për përmbushjen e pikës së 10 të agjendës reformuese ishte 15 koriku, me që partitë opozitare nuk e mbështetën miratimin e kodit zgjedhor. Vendi humbi 4 milion euro nga fondet e Bashkimit Evropian. Ushtria iraniane tha sot se ka nisur një valë të re sulmesh me dron që synojnë objekte ushtarake në bazën amerikane Al Azraq në Jordani dhe bazën amerikane Sheikh Isa në Bahrein. Transmetuesi zyrtar Irani Dirib raportoi se operacioni filloi sot në mëngjes dhe synon infrastrukturën ushtarake amerikane në 2 bazat. Sipas lajmit, forcat iraniane goditën objektet e strehimit dhe mirëqenjes, si dhe vendet e ruajtjes së pajisjeve të përdorura nga ushtria amerikane. Në bazën amerikane Al Azraq në Jordani, dronët synuan gjithashtu depo të mëdha pajisjesh dhe punëtori të mirëmbajtjes dhe riparimit të avionëve të rënd në bazën amerikane Sheikh Isa në Bahrein, tha ushtria. Nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga Jordania apo Bahreini. SBA ka intensifikuar sulmet ndaj Iranit që nga java e kaluar, ndërsa Teherani është përgjigjur me sulme që synojnë objektet dhe bazat që thotë se përdoren nga ushtria amerikane në disa vende në të gjithë rajonin.
Presidenti i SBA-s Donald Trump ka thënë se ka miratuar një marrëveshje historike me Arabinë Saudite që i mundson vendit zhvillimin e një programi bërthamor për qëllime civile. Raportoi The Wall Street Journal. Sipas zyrtarëve amerikan, marrëveshja 30 vjeçare vlerësohet në $10 miliarda dhe u jep kompanive amerikane rol qendror në zhvillimin e infrastrukturës bërthamore saudite. Ajo parashikon edhe mundësinë e ndërtimit të një impjanti për pasurimin e uraniumit, nëse Washingtoni dhe Riadi e konsiderojnë të arsyeshme. Marrëveshja jep gjithashtu SBA-s rol në monitorimin e programit bërthamor të Arabisë Saudite për të parandaluar përdorimin e tij për armë bërthamore. Dokumenti pritet i dërgohet Kongresit, ku mund të përballet me kundërshtime për shkak të shqetësimeve mbi zgjerimin e kapaciteteve bërthamore në lindjen e mesme. Ministri i Arsimit i Francës e cilsoi të mërkurën si një hap të domosdoshëm në ndalimin e sapo miratuar të përdorimit të mediave sociale për fëmijët nën moshën 15 vjeç, duke argumentuar se këto platforma po i shkëpusin të rinj nga jeta reale. Ai tha se të rinj kalojnë disa orë në ditë në platformat e mediave sociale, të cilat sipas tij ulin aftësinë e tyre për të përqendruar dhe në raste të caktuara mund të nxisin edhe mendime vetvrasëse. Është në çdo rast një hap i domosdoshëm, deklaroi ai. Sipas ministrit, ndalimi i mediave sociale është në përputhje me misionin e arsimit, që është i mësojnë të rinj të përdorin mjetet teknologjike në mënyrë të përgjegjshme, përpara se t'u jepet qasje plot në to. Megjithatë, ai theksoi se vetëm ky ndalim nuk mjafton. A mjafton kjo? Jo. Në të njëjtën kohë ne duhet të ofrojmë atyre hapësira të reja për ndërveprim social, veçanërisht përmes aktiviteteve kulturore dhe sportive, ka shtuar ai. Duke folur edhe për ndalimin e telefonave celular në shkollat e mesme franceze, ministri tha se sfida kryesore mbetet edukimi i nxënësve për një përdorim të përgjegjshëm të ekraneve. Shikues të nderuar, këtu është fundi lajmeve. Ju falenderoj që na ndoqët, mirupafshim.